Për të tretin vit me radhë në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë organizohet festivali koreve të miqësisë greko-shqiptare. Kësaj radhe në këtë festival kanë marrë pjesë grupe korale nga Athina, Evja dhe Kalamata, ndërkohë që Shqipëria është përfaqësuar me korin e njohur Lira, si dhe një grup koral të një shkolle në qytetin Juglindor. Për Aleksandër Ikodhomi, këngët e serenatës korçare dhe greke ngjashtojnë shumë me njëra tjetrën. Kjo vjen edhe për shkak të vendeve fqine që këndojnë këngët e njëri tjetrit, por ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që këngët bashkojnë jo thjesht muzikën, por më shumë se kaq. Kori Lira është shumë i ngjashëm dhe ka pothuajse në disa nga këngët qytetare, edhe nga disa nga serenatat, sepse këtë vit në këtë edicion neve sjellim serenata, të cilat në shumë raste këndohen edhe nga neve, po edhe nga Shkodra, janë këngë të cilat janë pan-ballkanike. Serenatat e ishujve grek, sidomos serenatat e Zakintos, do jenë në një nga koret të cilët do performojnë enkas. Janë fiks të njëjtat, vetëm teksti është greqisht dhe përkthimi është i njëjti. Sigurisht, janë pothuajse krejt e njëjtat dhe në variantet të tjera që kemi në plan të risjellim festivalin vitin tjetër, duam të zgjerojmë, duam të hapim dhe të sjellim pse jo dhe Maqedoninë e Veriut. Edhe për drejtuesit e koreve greke, këngët jo vetëm korçare dhe të qyteteve greke ngjajnë me njëra tjetrën, por gjithë Ballkani ka dhënë dhe marrë në muzikë. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme për krijuesit e muzikës greke është fakti se këngët e serenatës janë këngët e kënduara jashtë skenave dhe si të tilla tingëllojnë më mirë kur këndohen jashtë saj, por kjo nuk do të thotë se skena nuk uri mirë. Nuk mund të themi se kemi muzikë të njëjtë, por kemi shpirt të njëjtë. Muzika ballkanike veçon nga ajo europiane. Muzika korçare ngjason me atë greke dhe shkojnë mirë me njëra tjetrën. Për ne ky koncert tregoi se historia bëhet nëpërmjet muzikës. Kanë ngjashmëri sepse jemi afër dhe muzika shkon. Mendoj që të dyja popujt kanë marrë dhe dhënë nga njëra tjetra. Gjuha e muzikës është ndërkombëtare. Në pjetore unë jam ulur dhe po pija vetëm. Festivali koreve është ndjekur nga ardashës të shumtë jo vetëm korçar, por edhe grek të ardhur enkas për festivalin e miqësisë greko-shqiptare.